kur mos të bën përshtypje çka thonë tjetër. Kur mundohu më lupi kësaj. A flasin kështu, ta thonë kështu. Mos e marrë me ta. Krejt çka duhesh më marr është këqyr ajo çka po e bën, a është urtësia e kërkuar për teje që ti u bota. Çka është urtësia? Me bëu ato çka duhet, me bëu ato çka duhet, në mënyrën që duhet, në kohën që duhet. Ti që tu këqyr çotria veç ai ki. Ato që tu e bë, ai tu e bën në kohën që duhet, edhe ai tu e bën në mënyrën që duhet. Për shembull, dikush e ka shembull konkret, ka babën armik i Islamit, Allah na ruaj të shtëpia. Edhe çdo në Islamit. Ti e qu, për shembull, me fal akshamin halasu të rradh të shtëpia. Po çfarë bën? Suaj akshamin, se di, ai s'fal armik, po të din që akshami ku po ndaj, mos u fal. Unë nuk më fal për një çfarë. E fal akshamin vakti kindisa. Që kështu plot mos i më bën këra ata. Jo do të këshura, nëse ai të ka thonë sot vakti, s'më rëndësia çka ka thonë. Ose kush e ka thonë. Më rëndësia është me këshyr. A është për një mend që nuk ka vakti apo ti këshyre pastaj me tujat. Ai ka mundësi të kur ti na këshon në sa vakti. Apo por që shëroti ka që ka i vakti. Shikojmë se atë që e bëjmë, a e bëjmë atë që duhet, a e bëjmë në mënyrën që duhet dhe a e bëjmë në kohën që duhet. Që kjo duhet me apo përshtypje. Çdo kritik ndaj neve që na e qet në shesh, ndonjë defekt në këto 3 deg, ja shojmë harën e Allahut. Alhamdulillah. Nëse na kon ato që nëse na kon duke bërë atë që duhet, por jo në kohën që duhet. E dikush se ka gale urtësin, po i ka penguar ajo që po e bëjmë na, apo edhe duke rishikuar na kanë po, pse s'ka kon kohën që duhet, jo për shkak të presionit. Po pse këtë se kena pas parasysh dhe jena përmirësu, e kena po harën e Allahut. Alhamdulillah. Këtë punë se kena me inat, këtë punë e kena me vlera, dhe këtë punë e kena me synimet e caktuar që Allah ne ka përcaktuar me realizonin e kësaj bote. Që kështu muslimani rregullon vetën e tij. E se ka këtë punë thash sikurse andaj edhe vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shembull e dini hadithin në muslimin e Imam Ahmedit. Kanë ardhur çifoti ka thonë çfarë për ashabë. Kanë thonë ju po na thonë neve shirk, po edhe bëni shirk. Ju po na thonë neve ju po bëni shirk, pse e keni ngrit Uzairin në pozitë me Allahun, po dhe e keni bërë me Muhamedit. Jahudit i ka thonë muslimanë në Medinë. I ka thonë se pas e çka bëjmë na kështu? Ka thonë ju thoni Masha Allah ve Muhammed. Ju komni të thonë çka don Allah dhe Muhamedi. Çfarë ju komni të thonë juve? A çka është njerëzit na që bëjmë? Atë shkojnë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çfarë po thonë? Ka thonë pejgamberi e ka thonë të vërtetën. Unë primati e kam dëgju këtë qërë për juve, ka në transmetim, jam turpru mi ju thonë, kjo turpru mi u më këtë kuptu se ka turpru hakën, ato. Mi për ka di që se kam pas asa për qëllim këtë qështje, apo, dhe ka kërku moment në vëllitshëm me usqaru, mi duhet që shë kuptu drejt, apo. Andaj, thuni masha Allahu wahda, që ka dënë Allahu veç? E s'ka thonë, këta jahudi për amësonive të vijit, ta e kam prish të vijit, nësë mirim ata ku e kam prish të kritika atyne që ka ardhë me ven, po me vën është, përmirëse vetën e Allahut. Kur që më shumë? Se më rëndësi kush e ka thonë? Se më rëndësi e ka me inati ai, a bëj çka? Mu s'është kam thënë më hiç. E tu kuptu, hiç po më tërsa. As nuk më përshtypja hiç fare. Hiç nuk mirë me të hiç. Mirë po, ajo që po thuhet, a ka pasur me e prodhu pe anës tem, në veprim i caktuar po në mirë me veten tem valla. Mirë me veten tem. Nuk kisha mujt më marr me veten tem, po mos kishte më qenë për vekimin e caktuar për jashtë. Kjo është keq që kështu e komentojmë keq. Me vëmorë mos tërma u do punë ka era që ndodhen në konflikt apo në aspekt armiqtë të Allahut, ta pabesimtar, dëmërzoj Islamin, duhet gjatë, ka dalë. Si bëhet do punë din çat kemë se merr do punë me mesatare. Apo merr me do punë me urtësi dhe me tuj. S'ka thon pejgamberi këta janë armiqtë të Allahut, ta kanë pejgamber ta pa ngjënë vetë tauhid apo ata që ta ka kallzuar ka mirë, po mirë e ka. Graçi Allahut. Çaq. Ata që kanë prish, është dirë si rast. Tani u ka thënë ama tjetër. E po, ato që kanë thonë, na e kem për obligim me përmirësu. Pe ku do qoftë ato?